Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Mallështore ka prezantuar 15 kandidatët për deputet për zgjedhjet e 11 majit në qarkun Shkodër. Në takim kanë marrë fjalën disa oratorë, mes të cilëve drejtuesi politik i qarkut Luciano Boqi dhe kryetari i Partisë Demokratike Shkodër Eliona Shkreli. Në fjalën e tij, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vlerësuar kandidatët si më të mirë, teksa u ka bërë thirrje shkodranëve të mbështesin me votën e tyre. Në Shkodër, rozafën e lirisë, njeriu ndjehet më i lirë se kudo tjetër në Shqipëri, se kudo tjetër në botë. Kjo është merita juaj. Shkodra ka qenë dhe mbetet në histori qyteti piknisjes së epokave për kombin shqiptar. Votoni Aleancën për Shqipërinë Mallështore, votoni për Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka një rikthim madhështor. Partia Demokratike u dëshmua forca e idealeve tuaja, forca e Shqipërisë dhe shqiptarëve, rrof Shiu, rrof Shkodra, rrof Shqipëria. Gjatë fjalës së tij, Berisha ka bërë një paraqitje të pikave kryesore të programit për Shqipërinë Mallështore, duke u ndalur tek ekonomia, energjia, por dhe teknologjia e informacionit. Prezantimi i kandidatëve të PD-AMSH u bë në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi të Shkodrës.